Edhe një herë se mu prish ajo video, nuk e di sepse nuk po është upload, po përsëris vetveten pa dasht përsëris vetveten. Nuk kam qef të them ato që thash përpara, por në forma tjera prap të flas për atë. Ligji 242 i kodit penal në Shqipëri i jep të drejtën gjykatave të pezullojnë nga detyra një person që gjykata e paramendon ka fakte dhe bazë ligjore të mendoj që ky person është i përfshirë në krime kundër shtetit, në vjedhje, në abuzime, në korrupsion. E ka këtë të drejtë. Është e drejtë e dekretuar në ligj në kodin penal. Ligji 242. Edhe në bazë këtij ligji, SPAK-u, duke zbatuar ligjet e shtetit shqiptar, e pezulloi Belinda Ballukun nga puna, diçka që nuk e pranoi qeveria shqiptare. Mazhoranca e parlamentit shqiptar, më falni, jo mazhoranca, që në të dy palet, edhe demokratët, edhe socialistët që nuk pranun t'ja hiqnin atë imunitetin e deputetit, e mbrojtën edhe Partia Demokratike, që na hiqen neva që nuk e mbrojtën, se donin të lexonin dokumentet, edhe antarët e Partisë Socialiste. E mbrojtën sa në të poshtër këta. Nuk ka njerëz më të poshtër se sa politikanët, të poshtër që i shesin edhe interesat e vendit. Ne duam ato që të shesin idealet e veta, mos ken ideal, politikanët duhet të ketë ideal, për shembull, në qoftë se shkojnë edhe bëjnë aleanca me Greqinë apo me Turqinë për të mirën e Shqipërisë, por jo të shesin interesat e vendit për të mbrojtur karrikat e veta. Politikanët tanë deri më sot kanë qenë njerëzit më të poshtër. Ato i bëjnë pazaret për mrekulli, janë ekspert të një diplomacie kurv për të rujt karrikat e veta, për të rujt pushtetin e vet, por kur për interesat kombëtare. Kjo është një smundje që e kemi pas na gjithmonë, si shtet sa kohë që kemi pas shtetin, më duket që Albin Kurti po vërteton të kundërtën. Arsyeja jonë është se qeveria jonë, të paktën kjo që ne kemi, nga rënja e mbretënisë së Zokut, pra është qeveri serbo-slave. Të gjithë këta ka qenë të instaluar nga sllavet, edhe me rënjën e komunizmit ne gjithë e dim që në krye dy partive erdhen po prap komunistët slav, ato të partisë që kishte ngel në Xhmijes dhe Ramizalis. Pra qofshin këto maskarit e Partisë Demokratike, qofshin këto të Partisë Socialiste, kanë met po kryshet serb Beogradit, i kanë lidhjet ato të padukshme që kontrollohen prej Serbisë. Por sidoqoftë, vëllezër e motra, u vërtetu sot që deri më sot këto, qoftë Edi Rama, qoftë Partia Socialiste, qoftë edhe këta laket që shkojnë mrapa dhe bërtasin, ka qenë komplet e pavërtet kjo që ka ndërhy gjykata pa kompetenca ligjore në pezullimin e Ballukut, kur në fakt ligji ekziston, 242, ligji 242 i kodit penal, dhe pikërisht këtë ligj sot Edi Rama ka kërku nga masharanca socialiste në parlament të ndryshojnë për me mbrojt prap hajdutet që ka në qeveri, të ndryshojnë. Kësaj thonë, vëllezër e motra, që po lunë Brazili me Gjermaninë, edhe po fiton një skuadër që s'do UEFA të fitoj, edhe në mes lojës ndryshojnë rregullat e lojës, se duan t'ia japin fitoren ose Gjermanisë ose Brazilit, edhe ta bëjnë tash që penalltin mes fushës ta ndryshojnë, që nuk është më në 11 metrashit, ata që dinë futboll, po të bësh një gabim, një ndërhyrje të rrept para portës, 10-11 metra, quhet penallti, por jo në mes fushës. Këto bëhet një ndërhyrje të janë mes fushës, është do të ndryshojë Edi Rama lojën, që ta heqin, ta bëjmë që
është penalti edhe në mes të fushës, pra duan të heqin ligjin 242 të kodit penal edhe të ndryshojnë. Po si duan të ndryshojnë? Që nga pezullimi detyrës mos hiqet kryetari i qeverisë apo presidenti apo ministrat. Pra gjykata mos i shikoj një lloj njerëzit si Sami Gjokën Manës, që mund të jetë një kryetar bashkie fjallavje, edhe si atë Belinda Bellukun që është ministre drejtësie, pra vetëm Shqipëri ligji do të jetë i ndryshëm, double standard i diferencum. Ndryshe të jetë ai ministri para ligjit, ndryshe të jemon. Këta nuk ka njëri në botë të shpjegoj këto pashtërsitë e këtij kriminali, se si shkojnë mrapa këta lapanjozët të lekenet që dalin, ore, populli jon, ju keni pa që ne kemi një turm tamam si krimat e Hales, që po të thotë sot Edi Rama që mirë i bëhet Hashim Thaçi se ka vrarë shqiptar, që në fakt ka vrarë ato shqiptarët që kanë bashkëpunu me Serbin, që duhen vrarë çdo shtet për tradhti kombëtare, se ka pas mjaft në Kosovë vëllezër e motra, që edhe gjatë luftës së Kosovës kur Serbia na vrista, na pordhunonte gratë, motrat, na therte fëmijët, ka pas mjaft krysh në Serbi që kanë qenë agent të serbëve, se ashtu kanë qenë të rusë, ka rëndësi se si kanë ardhur, por kanë qenë agent serbëve. Natyrisht i vret çdo shtet për tradhti kombëtare dhe mund të ketë vrarë. Po dalë sot Edi Rama dhe thotë mirë bëhet se kanë vrarë shqiptar, këto laket që shkojnë mrapa, dhe thonë mirë e bë. Po dalë ai dhe thotë që Evropa po bën krime, këtë dalë Evropa po bën krime, një turp morfa që s'duhet gjuh, një turp i vetvetes dhe turpi jon që i kemi kësoj sojë sarallopi. Unë jam dakord. Për shembull, në qoftë se kam unë një mik, një shok fjallavje, edhe e ka majt në punë qoftë Sali Berisha, qoftë dhe Edi Rama, edhe e ka bo ato temenon, e ka dash, edhe në momentin që Edi apo Sala bjen nga fiku edhe këto i harrën edhe të mirën, unë këta i urrej kom edhe më shumë, këta duhet të mbrojnë, edhe armikun tim për shembull unë e urrej fjallavja. Unë nuk urrej, ju nuk e dini. Unë nuk urrej Edi Ramën. Unë nuk e urrej Sali Berishën. Unë nuk e urrej Tauland Ballën. Unë i dua ata të jenë ndryshe. Unë urrej aspektet të tyre. Për shembull, mbrojtjen që i bën korrupsionit Edi Rama, edhe mos mbrojtjen që boni atij, edhe mos mbrojtjen që i boni Velia, e Erjan Velia, unë i urrej. Për unë jo vetëm që urrej, jo vetëm që unë koroj, por kënaqet shpirti kur e shoh qoftë në vizitën në Izrael, le të tjerë të quhen hipokrizi, qoftë në Bruksel. Pra, vëllezër e motra, unë nuk jam nga ata. Pra, unë nuk jam nga ata që me që dega e Trandafilit ka gjemba, ta urrej dhe atë boçën e bukur të Trandafilit me atë gjethet jeshile dhe petalet e kuqe. Unë nuk jam nga ata që duhet me qenë se gjethet e patatës sipër janë dhidha, të mos i dumë dhe patatët me në tokës. Por unë jam që anët e këqija, unë s'kam pa, përveç se ke Sali Berisha që e kam dash me gjithë shpirt, se ishte gjoja, ai që udhëhiqte Lëvizjen Demokratike dhe që qenë njeriu më i negativ, më i poshtër, më armikush, më shkatrues i shqiptarëve. Pse? Sepse me Berishën e shkatrum çdo gjë që kishim ndërtuar me aq mundë sakrifica për 50 vjet, por nuk marrun aty, shkatrum ushtrinë, thonë njerëzit, po jo, në kohën e Berishës jetu mirë, jetuat vetëm për pak kohë. Jo amlodhi paret me piramida, shkatroi çdo gjë që ekzistonte për interes serbëve. Ai është klyshi më i madh, edhe në qoftë se s'ka pas lidhje të drejtë për drejta me Vučićin apo me Miloševićin siç ka Rama, ai ka bërë krimet më të njerëzore kundër kombit shqiptar. Fati keq është se u vendos në kryet një lëvizje demokratike, në kryet sa njerëzve të mirë të thjesht që deshnin ndryshim nga diktatura dhe që kishin vujt, por që në atë lum
mori me vete çdo lloj kriminali ordiner, por në krye, vunë në kryet lëvizjes së vunë po klyshët serbosllav të Partisë Komuniste, të dy palët u ndan, një u bë Partia Socialiste, një demokratike, por sidoqoftë, likësia më e madhe e shqiptarëve ka qenë Sali Berisha. Por Edi Rama, vlesër e motra, po bën gjëra që unë nuk mundem kurrësi ti hanep zdat, siç është ndryshimi i ligjit. Rim sot thoshte që s'ka ligj. Pra, gjykatat, kjo e Spakut, ka vepruar në mënyrë jo kushtetuese të paligjshme, kur pas ka zbatu ligjin 242, se është ligji që e jepte kompetencat, të drejtën, autoritetin edhe obligimin Spakut që ta pezullonte nga detyra, por e mbrojti krye hajduti, e mbrojti krye Mineli, ky karnavali i gjatë që duhet më njëherë ta kishte flak nga kabineti, edhe ti thoshte popullit, unë nuk besoj, se ndoshta nuk beson që kjo ka vjell. Unë nuk besoj që kjo është marrë me korrupsione, por me qenë se Spaku dhe gjykata dëshon dhe duhet të ketë fakte edhe që nuk mund të ndërhyj, jam i detyruar për të ruajtur imazhin e pastër të kabinetit tim ta flak. Nuk do thoshte ta flak, por ta heq nga detyra. Për mbrojtja që i bën është e pa justifikueshme. Edhe tashti kërkon të ndroj ligjet, të ndroj kushtetutën, ta manë si një fashist, ta manë si një kriminal që duhet dënuar me njëherë. Edhe si kërkon të dënoj që ligjet të jetë aty, se ligji 242 i kodit penal i dënon njerëzit. Edhe nëse kanë funksione qeveritare, çka quhen këto, të hiqen, të pezullohen nga funksioni. Por thotë Edi Rama, edhe grupi socialist që të hiqet Sami Gjoka, po qenë i bashkinmanës, por jo ministrat, jo kryeministri, jo presidenti, pranë Shqipëri, i vetmi shtet në botë, kërkon të ketë ligjet të jemi përpara ligjit jo të një llojit. Ndryshe tjetë ai që është atje poshtë shkeli me kom, ndryshe ai që është nalë të bojë çdo doj, na dhjes në kokë, edhe tjetë i mbrojt. Këtë ligj do të ndryshoj kjo majoranca socialiste bashkë me dërim sot këto maskarej edhe laket që shkën mrapa, thonin që ka vepruar në mënyrë jo kushtetuese, se s'ka ligj. Tash ligji dilka, pas ka ekzistoka, por të ndryshojmë edhe të ndryshojmë mes të lojës. Shifni këto poshtërsit që penaltia u jepte me në 11 metrëshit, por me që nuk përfiton skuadra që du me, le të ndrojmë rregullat e lojës mes lojës edhe japim në mes të fushës. Këta janë poshtërsit Edi Ramës, edhe për më keq akoma, edhe si kur këto të bëjnë këto krime kushtetutore, të ndryshojnë ligjet mes lojës vetëm për të mbrojt Ballukun, shifën e se po bën kë kriminal, vetëm për të mbrojt ministrën Hajdute që duhet me njëherë ta kishte shkarku nga detyra në momentin që dyshohet për të ruajtur imazhin e pastër të qeverisë, por do të ndryshoj ligjet vetëm për të mbrojt Ballukun, shifën e sa larg shkon kë kriminal, ky dhemje, ky gjarber, ky boll, që bolla është femër që është në qilarin ku flejmë ne, që vetëm për të mbrojt Ballukun do të ndryshoj kushtetutën, po dhe sikur ato ligjet penale, po dhe sikur të ndryshojnë vëllezër e motra, nuk e mbron dot Ballukun për arsye se Balluku është pezullu kur ky ligj ishte në fuqi. Nuk nga dita kur ligji ndryshon apo hyn fuqi e mrapa nuk dënohet, për shembull nëse e bëjmë për të mbrojt krimet e Edit, se ndoshta Edit po i vjen ajo kularje, lakun fyta si quhet, edhe ndoshta prandaj po i bëjnë këto që të mbrohem unë nesër, po qese nuk do të arri ta mbroj Ballukun dhe Balluku do të nxjerrë mua për të mbrojt veten e vet, do thotë që unë kam bërë atë që më ka detyruar, se më ka instruktuar, po dhënë urdhër Edi për të mbrojt veten, por Edi nuk është zgjedh me votat e popullit. Duhet keni kujdes. Edhe një herë, ato duan të bëjnë
të ndryshojnë diçka që ekziston ligj faktikisht, që ky ligj nuk dënon ato që zgjidhen në formë elektorale. Në formë elektorale zgjidhet deputeti. Ndaj Spaku s'ka bos një gabim, kërkon të heqë imunitetin e deputetit, sepse deputeti dhe jo ministri mor krysh kurve, jo kryeministri në Shqipëri, jo presidenti, këta nuk zgjidhen në formë elektorale. Ato për ministre rrësojnë vend mor krysh kurve, siç ta rrësojnë edhe ty, or Edi Rama, sa e ka fuqin ligji ta rrësojë edhe ty. Nuk e di kryeministrin, por e ka, se nuk i zgjidh në Shqipëri në formë elektorale. Por ata nuk mund të arrestojnë deputetin sa ko që është deputet, se deputeti zgjidhet në formë elektorale, që faktikisht edhe kjo duhet ndryshojë, se janë po prapë të emëruar nga partia deputetët, nuk janë të lirë si për shembull në Amerikë. Është shumë e ndërlikuar kjo. Po edhe një herë, ligji saktëson që vetëm personat që janë zgjedhur në mënyrë elektorale, pra i ka zgjedh populli, e shpallti, Sami Gjoka për shembull në Amerikë, Donald Trump zgjidhet president, jo se e zgjedh partia, mrena vetës edhe e caktojnë ato dhe për e zgjedh populli. Ai nuk arrestohet nga gjykata, sa ko që është president, nuk tamam. Në Shqipëri, deputeti, a është Belinda Bolluku deputete, apo është kjo vajza jon, Manjola Koni Luku, kjo nuk mund të arrestohet nga Spaku pa jo heq deputetis, për ajo deputet Ligut sa është zgjedh në formë elektorale. Por jo kryeministri, se nuk është zgjedh kryeministri apo ministrit e Ramës në formë elektorale, i ka zgjedh partia atje mrena, nuk është elektorat ai, edhe nëse ngren durët atje në parlament, sikur zgjedhet kryetar parlamenti Fjallavje, nuk është zgjedh nga elektorati. Shikoni pisliqet dhe interpretimet që duan të bëjnë këta, që ta quajnë edhe ministrin Balluku, se po Spaku edhe gjyqet e din këta, nëse duan të jenë kompetent, nuk më falni për shprehjen, pierdhin për këto pordhat me erë të këtij pederasti, karnavali, këtij të maskarajt, këtij të Edi Ramës, për arsye se e vetmi gjë që frenon Spakun është ligji, se ligji thotë ai që është zgjedhur në formë elektorale, pra është deputet Liku, nuk mund dënohet nga këto gjykatë, duhet i hiqet përpara. Kështu që të ndroj ligjet sa doj ky idiot, ky psikopat, ky maskara, ky Edi Rama, nuk e mbron prap se prap. Spaku vetëm kërkon nga parlamenti të heqë atë deputet Likun, sa ajo është elektorale, edhe pastaj arreston që të shkej me ta. Pra nuk është ministri. Edhe Edi Ramës, këti maskarajt, këti karnavalit, këti pederastit, këti shene birë sheni, që po bën ç'është e mundme me mbrojt hajdutët në kabinet, sikur s'ka partia socialiste nga jugu në veri, nuk ka njeri ta mor postin e Belinda Ballukut, që duhet ta marrë aty mutin, sa ka bo mutin Belinda në tavolinë, aty në tavolinë e Bukës ku hakësh shkordhat, ky shene birë sheni. Nuk kam unë vërejtje për Belinda Ballukun. Belinda Ballukun do ta kisha pas qift, ta kisha pas një natë në krevat. Nuk duket e keqe. Unë e kam një natin me hajdut liqet e Belinda Ballukut më shene birë qenësh. Nuk kam unë problem që Belinda Balluku vjen nga familje Balluku, se s'kam pas asnjëherë zgjedhje për zgjedhje. Kam problem që ajo ka një është kryetësherdha, lobi, thot ky maskaraj tjetër, i thot më të drejt, kjo lobi Balluku. Pra, nuk kemi asnjë lloj problemi personal ne me asnjërin në Shqipëri, ose do kush jemi ne, një si puna ime, ne kemi me aktet e tyre kriminale, me vjedhjet, me poshtërsitë e tyre. Për shembull, na del neve ky lakej, ky karnevali poshtër, edhe flet kundër gjykatës së Hagës, një gjykatë kurvësh. Pse fole sot ti ke pas sa kontakte me evropianët, pse s'ka arrit të bosh asgjë, kur e shohim që kjo është një krijes slave për të dhënë mësim shqiptarëve që ju dhe po të fitoni lirin, ne vim
e jo heqim kokën si zogjve, mive, kur të heqim. Edhe njëherë vlezër e motra, qeveria shqiptare dhe për tur parlamenti shqiptar, po mlidhet ndryshoj ligjet e kodit penal, vetëm për të mbrojt hajdutët, edhe ta buj këtë kod, që Sami Gjoka në manës të dënohet, e të pezullohet, nga detyra po ka një detyrë të vogël, por ministrat ja. Ministrat janë të paprekshëm se të mbrojnë veten. Kaq poshtërsi, kaq likësi, ka kjo qeveri shkërdhat, kjo qeveri kriminelesh, edhe ato lokej që shkojnë mrapa, sa ko që ato ushqen familjet e tyre, unë nuk kam problem. Por në qoftë se shkojnë, edhe i mbrojnë, edhe i knojnë korrin, thjesht, se janë miran, edhe thonë le tjetë krimineleve të ma boj mutin kokë, vetëm tjetë ky, edhe mutin e këti më mirë se sa tjetë një tjetër të kem kokë. Këta, unë nuk mund t'i kuptoj, s'kam arrit në herë t'i kuptoj dhe s'do t'arri në herë t'i kuptoj. Sami Gjoka ju përshnet.